mëngjes të dashur miq dhe mirë se erdhët. Villa 24 na ritakon si çdo mëngjes tjetër edhe në këto ditë të nxehta vere, se do gatuajmë, do ham, duam. Jo të gjithë janë me pushime. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes kënaqësia ime. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë të bukur dhe ftojmë tu tek këndijuni i gatimit për parë receta që do përcjellim për juve sot. Çfarë do të bëjmë ne sot për juve? Po një si thua, një makaron të shpejt e them unë sepse me thënë të drejtën, edhe mishin, nuk kam përdor mish të grirë, por kam përdor, shikoni, mish të cilin e kam prerë në kubik, kaj të vegjël që tregon, do me thënë, sikur është ai mish i grirë. E bëj me qëllim, do me thënë, që të anashkaloj mishin e grirë, të kem shijen e mishit, por që të më bëhet edhe shpejt gjella, se është verë tani, nuk duam shumë kohë në kuzhinë, duam gjëra të shpejta. Makaroni është një gatim i shpejt. Dhe thamë, si ta bëjmë sot makaronin, sigurisht me perimev, sigurisht të kështu shketo, me djathë, me domate të freskët, por kemi nevojë që aty këtu do njëherë të konsumojmë edhe mish, sepse ka nevojë organizmi edhe për mish. Pastaj shumë gatime e duan mishin, kështu që nuk do të lëmë pa gatuar vetëm sepse do të rrallojmë konsumimin e mishit. Pastaj edhe regjimi ushqimor do. Patjetër, dhe për të reduktuar kohën e gatimit, në mënyrën se si e kam sjell mishin, mund të merrni një copës mish dhe rreth 400-500 gram dhe e prisni vetë në kubik të vegjël. Që të anashkaloni dhe atë mishin e grit që juve merrni, domethënë, dhe ndonjëherë thoni që nuk më rai mirë. Nuk ma ka qelluar i mirë. Kështu që ja dhe zgjidhja. Zgjedhim mishin që do blejmë për gjell, e ndajmë në copësa të vogla dhe ja ku e kemi kthyer gati për këtë recetën sot, e cila Të recetën, unë do të bëjmë makarona tash, dhe përveç se mishit, ato të zakonshme, do me thënë qepa, domatja, salca, ndonjëherë si juve pëlqen të pjesa e mishit, çfarë bëni, do me thënë tek, mund të shtenoj karot, edhe karotën, unë e kam vënë, po do të marrë, kam në frigorifer, do t'ja hedh, sepse i shkon karota, e bën pak si, jep pak më tepër shije, dhe kur hedhim karot dhe domatja nuk është e athës, s'ka nevojë që të shtojmë pak sheqer, që themi një majë sheqer, për t'i dhënë ekstra, e zhvendëson karota. Do ta marrë, do ta hedhim edhe karotën. Dhe ndërkohë duhet të them Anvisave që përveç se këtyre ne sot do bëjmë edhe qofte me domate. Me domata? Po, është koha e domateve, Anila. Bëhen qofte domatet, po? Po, bëjnë qofte me domate dhe bëjnë shumë të mira. Pra, kemi domate të cilat këto nuk do t'i grim në rende, por do t'i presim në kubik. Edhe marrim atë pjesën e tullit dhe mundohemi që të hekim sa më shumë lëngje dhe të na ngele domatja tul. Zjedhën domatet që të kenë tull, jo ato që janë si pëholle dhe kanë lëngje brenda, ato që janë si tulle, si kështu, do me thënë më të forta. Ato janë të mira për të përgatitur këto qofte. Sigurisht qep të njomë, qep të thatë, do të keni djathë, do të keni nenexhikë, rigon brenda, krip piper, vaj që i hedhin brenda, 1-2 kokra vezë dhe mielin që e kam këtu. E kishe fshehur? Surprise! Surprise! Shiko tani, për punën e miellit, mund të përdorin dhe këtu galet, do më thëmë pak galet, pak miell, por nëse keni, e kam thënë dhe një herë në qoftet që kemi bërë me kunguj, të njomë, mund të përdorni atë mielin që rrit volumin vetë, mundet nëse nuk keni, mund të shtoni një luk baking powder, do me thëmë për t'i bërë më të shkrifta, më të buta. Edhe bëjnë shumë të mira ato qofte. Kështu që këto janë, nëse neve do të kemi kohë dhe do të shojmë se si do të jemi me kohën, do t'ju realizoj një recetë që shumë e thjeshtë. Mund t'ua them sot dhe nëse nuk e bëm sot, mund t'a bëjmë një herë tjetër, që bëhet vetëm me atë qumshin e kondensuar panda, që e thoshin ne diku dhe kështu e njohin pjesa më e madhe, po. 150 ml lëng limoni, ndoshta edhe cipën e limonit sigurisht për t'i dhënë arome dhe shije, rreth 200 gram pana. Do me thënë, i përzijem të gjitha bashkë këto dhe na del një mus limoni, që është shumë i freskët dhe shoqërohet shumë mirë edhe me këto receta që neve bëjmë sot, por jo vetëm. Gjatë ditë, tani në verë dita është e gjatë, temperaturat janë të larta, kemi nevojë për lëngje, kemi nevojë për... Do të vendosim, do me thënë, do të veprojmë. Mirë, duke parë kohën, le t'i kushtojmë rëndësi tani vaktit kryesor të drekës, sepse ai është, le të themi, që do më shumë ide, do më shumë impenjim, do më shumë përkushtim patjetër. Tani, unë këtu kam hedhur, do me thënë, mishin, s'kam hedhur krip, gjithmonë unë kështu filloj, do me thënë, dek mishin që e ka vërdis, nuk i hedh krip. Kripën i hedh më mbrapa, edhe pse është kështu në kubik të vegjël. Dhe akoma më shumë kur është kështu, sepse thahet. Dhe mos më thaj, dhe të ngelet kështu i but mishi, dhe të ruaj ato
si thuash, lagështirën dhe ato vlerat ushqimore në brëndësi. Po. Nuk i hedhim kripën e hedhim në momentin që ai është, si thuash, ka vërdisu, dhe shtojmë qepën dhe këtu tani kemi nevojë që të shtojmë kripën. Kripën e do qepa. Po. Se qepa ka nevojë të lëshoj lëngjet e saja. Po, ndërkohë, jo mishi, që në fillim do me thëmë, pra ndaj mishi duhet të skuqet dhe pastaj të kalojmë në pjesën tjetër të radhës së punës. Tani, për aromatizuse, juve zgjidhni vetë se çfarë doni që të jeni. Ndërkohë, unë makaronat nuk do t'i hedh te lëngjet që do të përgatis mishin, por do t'i zjej më vete. Do me thënë, do t'i zjej më vete 3-4 minuta, Anila, jo është shumë. Dhe pastaj do t'i bashkoj, do me thënë, me gjellë, edhe do t'i përfundoj në tenxhere. Por kjo lloj recet mund të përfundohet edhe në furr. Që do të thotë, nëse doni t'i vendosni në furr, do të bëni të kundërtën. Makarona do t'i vëni të thekërohen në furr përpara dhe pastaj të hidhni lëngjet. Por mendoj që sot mos andezim furrën, t'i përfundojmë në tenxhere. Kështu që edhe në tenxhere bëjnë shumë të mira, por që të bëhet ai veprim, që të bëhet ajo parazierja fillimisht edhe pastaj të hidhet tek salsa që ne do të përgatisim. Anila, unë mendoj që të hedhe edhe ndonjë gjethe dafine, mendoj tani të shtojmë edhe këto një ca kokra bahar që kam këtu, juve sipas dëshirës, ndonjë miks erzash që keni në shtëpi, nëse përdorni dhe ato, do të thënë lëng mishi, këto janë si thua gjëra ekstra që juve mundet t'i vendosni për të shtuar shijen gjellës tuaj. Ajo që unë dua t'ju them, në momentin që shtojmë salsën, ju a kam thënë dhe herë tjetër, do të bëni atë kavërdisjen fillimisht të salsës, pastaj do shtoni edhe domaten. Për të çliruar aromën salsa, dhe t'i iki ajo era e salsës. Ndihem një erë nga salsa, sidomos ku bëjmë tasje baba, Anila. Nëse salsa nuk ka vërdiset, se shoh që e shkrin me ujë salsën dhe hedhin brenda, jo nuk është gjë mirë ajo, sepse vjen erë salsa pastaj. Që salsa të nxjerrë aromat e mira duhet bërë ky veprim. Të skuqet njërë. Në çfarë do lloj gatimi apo jo? Në të gjitha llojet e gatimeve. Nuk hidhet salsa e gjallë brenda në gjellë. Në kuptoj. Duhet të ka vërdiset edhe pastaj domethënë të shtohen lëngje. E përzim, shtojmë edhe pure domate dhe kohë do marrë edhe një karotë unë që ta pastroj dhe ta shtoj dhe karotën. Shtojmë dhe karotën dhe ndërkohë ne mund të lexojmë recetat. Mund t'i lexosh ti Anil dhe unë të shtoj tani edhe puren. Në ekran, makarona me mish të grirë, 500 gram mish të grirë, ose mish pra në kubik të vegjël, një qep, një thelpi hudhër, një lug sals, një lug piper të kuq speci, 2-3 domate pure, 1-2 karota, një lug miks erzash, 500 gram makarona, vaj, gjalp, krip, piper, 1 litër lëng mishi dhe majdanoz për servirje. Qofte me domate, është receta tjetër që do të sjellim sot, pra siç thamë, me 1 kg domate, një qep të thatë, 2-3 qep të njoma, një vezë, 200 gram djath, 5-6 lug miell, kemi majdanozin dhe nenexhikun, borziloke dhe rigon, krip piper dhe vaj për skuqje. Do t'i përgatisim pak më tepra. Edhe qoftet me domate, nëse do të kemi kohë, do të sjellim edhe një mus me pana me qumësht të kondensuar dhe lëng limoni. Këtë do t'ja lëm pjesës së dytë në varësi të minutazhit, duke parë se si do t'jemi me kohën dhe sa do të na nevojitet pra si hapësirë për t'i mbaruar së pari 2 recetat kryesore të ditës së sotme. Do i hedh kështu, do me thënë, nuk e gri holl, do t'i hedh në fetza. T'i hedhim edhe këto. Do t'i hedhe 1-2 thelpinj hudhër. Edhe do t'a lëm pak salsën që të më lidhet bashkë me domaten, edhe do shtojmë lëngje, do me thënë ujë, ose thash lëng mishi, ose lënga perimes, ose akoma dhe lëng pule i shkon. Edhe lëng pule? Po, i shkon. Gjithmonë mishi kombinohet me lëngun e pulës, sepse e sjell më të lehtë. Edhe bëhet shumë e mirë kur i hedhim jo mish në lëng mishi, po mish me lëng pule, ose me lëng perimes. Bëhet më mirë salsa. Tani këtu kam edhe ujin që e kam të ngrohtë. Ja pak temperaturë se...
Ku di unë njerë vjen të nënda vjen. E rrite, e ule, të gjitha i të bëra. Njerë ule, se di se që bënde. Shojmë edhe ujnë këtej, që besoj është gati për të shtuar makarona. Do të shtojmë pak krip. Edhe do të hedhi makaronat këtu. Ashtu i hedhim edhe makaronat. Nuk ka nevoj të hidhni vaj brënda që të mos ngjitni makaronat, nuk ka nevoj fare. E i trazojmë një herë vetëm në fillim që i hedhim. Me qëllim që të na marri atë valën shpejt, e lëm jo plotësisht, se na, si thosh, fillon të valoj edhe na derdhet, ndërsa kur e lëm kështu ka pak unë gjysëm të vendosur, nuk kemi atë rrezikun e derdhjes. Ndodhe njerë që lëviz vetë kapaku edhe fluturon. Nga avujt, pa? Kjo salsa, shikon që të saj mi që është bërë Anila? Kjo tani, edhe në furë bëjë shumë e mirë. Mund të jedhësh makaronat, edhe kjo tenxheria jonë vendosë edhe në furë me thënë drejtën. Po, ajo është tenxhere që mund të vendosë edhe në furë. Ska gjë, neve e thamë që do të bëjmë tenxhere, do të bëjmë tenxhere, s'ka problem. Do të mbajmë fjallën e dur, e dhënë. Marim një garushte që të hedhim edhe ato lëngjet që na duhet. Jemi fix në kohën që duhet. Tani do ta lëm pak në 20 minuta do kjo që të ashtu, ndërkohë që edhe makaronat kur të na bëhen gati, do t'i hedhim. Ja, kaq lëngje, nuk duam shumë lëngje. Janë mjaftueshëm, pastaj në kohën që do të hedhim makaronat, sepse ne do të bëjmë gjellë me shumë lëngje, do të bëjmë gjellë me pak lëngje. Pak. Shumë e mirë, është bërë si salsë, një salsë e lidhur e mirë. E mbuloj me kapak. Ashtë. Ta mbuloj... E mbuloj, se fundja kapaku është prej gjami, kështu që... Tani i bje do filloj me qoftet, ne? Po, mendoj të filloj me qoftet, le të laj pak zduhat. Okej. Dhe kemi gati edhe për bërësi që do të na duhan për të bërë qofte me domate të freskëta, të shishme, të sezonit, recet verore është kjo, me qep të njomaj, qep të thata, domate, nenexhik, djath të bardh, miell, kri piper pa diskutim, edhe veza. Po jo, do të kemi edhe vezë gati në këtë recet? Po. Okej, shumë mirë. Dhe veza është ajo që mua më jep gjithmonë mundësin t'ju përmend edhe pse e di fare mirë që është pjesë e çdo shtëpie, nuk ka frigorifer që nuk ka vezë brenda, sepse na nevojitet si për të nisur ditën, si për të gatuar, si për të mbyllur vaktin e mbrëmjes me një omlet të shpejtë, e sigurisht që duhet të dimë se çfarë zgjedhim, ashtu sikurse edhe ne këtu në Vila 24 zgjedhim vezën O Vital, e cila shquhet për cilësinë më të lartë të vezës në treg, gjë që e bën diferencën në fakt që në ambientet ku vezët bëhen gati për të ardhur në shtëpinë tonë, një ambient tërësisht në një vend të distancuar nga qytetet, me sistemin më të mirë, më inovatorët, edhe me një rrjet shërbimi super të shpejt, që do të thotë veza O Vital na vjen njësoj në shtëpi si të kemi një pulari të vogël brenda shtëpisë, ato vezët e fshatit që shkojmë në mëngjes edhe i marrim. Kështu na vjen edhe O Vital së bashku me të gjitha vlerat e saj ushqyese në mënyrë të veçantë, proteinën që i gjejmë në sasi të larta, akoma dhe më të larta tek vezët e freskëta, dhe që është kaq shumë e domosdoshme për organizmin ton. Kati po? Edhe kaq të vlefshme për organizmin ton janë dhe këto erzat, nenexhiku dhe borzi loku. Mirë them majdanozi. Nenexhik e majdanozi që kanë lëshuar një aromë shumë të mirë tani këtu. Do të hedhim domatet. Shikon, faktikisht prit hedhe edhe këto, me thënë, djathin. Edhe dua që këto domatet ti zëm pak me e mori. Të thash! Të thash që prej avujve kapaku do lëviz. I dha forcë. I dha forcë. Ska gjë, e lëm pak a pak. Çfarë po thoje se të shkëputi vëmendja në tenxheria? Ja. Ta lëm edhe 2 minuta akoma dhe do t'i kemi gati makarona.
E lavaduar, sepse në momentin që hedhim djathin, dua që domatet të shtypim pak kështu. Shikon, nuk nxjerrin shumë lëngje, se janë tull, domate tull. Nuk janë ato domatet me fara. Por në momentin hedhim këtë, si thuash, djathin, dhe e të soptojmë, do me thënë, djathin bashkë me domaten. Shtojmë edhe këto erzat, në energjik dhe majdanos. Që ishin këto që ishin sipër, i hedhim. Edhe do i hequn duke pastruar dhe njëherë duar, tani s'ka nevoj, aq duoshin. Thjesht një ngacmim të vogël. Okej. Kemi lënë qepët kanë tjo, tani e kanë radhën qepët besoj, e sigurisht që atë mbledhjen, po themi të gjithë masës, do të kryejmë vezët edhe mjelli. Do hedhim kri piper. Kujdes për punë e kripës. Edhe të hedhim edhe piperi. Edhe na duhet edhe pak vaj anila. Vaj. Ja, ku e kemi këtë? Më hit, apo s'ka? Edhe unë. S'kaq. Ashtu. Këtu tani nuk kemi nevoj për të shtuar lëng limoni, sepse domatja përmban aciditet. Edhe nuk ka nevoj, do me thënë që të ashtu, dhe nuk e lejon që të thithin vaj. Okej. I trazojmë, dhe ajo që duhet tani, është pjesa e miellit. Sa miell mund të na doj, 3 lug? Do shikojmë, atë që kam thënë, do me thënë, duam 3-4 lug, por do t'i shikojmë, do me thënë që mos na bëhen shumë të forta, se edhe këto do të bëhen lug-lug. Nuk do t'i hedhim, do me thënë që të bëhen të forta, duhet një brum i butë. Sa të përthithen lëngjet, edhe mos të ketë. Mirë është të gjitha llojet e qofteve, qoftë këto që janë, si thuash, me perime, dhe ato që bëhen me mish, është mirë që të qëndrojnë të paktën 1-2 orë në frigorifer, do t'jetë më mirë sepse shkëmbejnë në shihet, lidhen me njëra tjetrën, i japin mundësi, do me thënë që të përthithen në brëndësi shihet që neve kemi hedhur erzat dhe këto, dhe na bëjnë edhe më të shishme qoftet, por sigurisht që na bëjnë edhe më të shkrifta, më të buta, nga momenti që neve i lëm të qëndrojnë. Fezë kemi hedhur. Ja tani do t'i shtojmë? Hajde. Shtojnë 2 vezë dhe shtojmë dhe pak miell, se nga jo Po. Edhe unë do heqë makarona tani. Okej, ja, unë po kujdesem vetëm pak. Të shoh se si jemi këtu me pjesën e gjellës. Dy? Më hidh 2, Anila. Hidh 2, do hedhim një qik më tepër, do me të se kemi domate goxha atje, kështu që unë po heqë edhe këto makaronat. Edhe do t'i shtoj direkt këtu tek që të marrim dhe pak nga lëngjes, s'ka nevoj t'i kullojmë, i shtojmë direkt brenda në tenxhere. Okej. Tjetë pak krip vezëve. Kam hedhur, hidhi, haj. Jo, po vetë ma ke thënë. Hidhi, hajde, Ashtu. Veza kur rrihet, do pak krip. Neve makaronat i lam andej 1-2 minuta, ju nuk i lam shumë, thjesht që të mpien. Dhe kjo i bën që të mos ngjisin në momentin që i hedhim në tek mishi, tek salsa që neve kemi përgatitur. Do të jeni të garantuar për pjesën e mishit që të jetë i zjerë. Neve kemi pas mish të vogël, edhe na është bërë, do me thënë, zjerë shpet. Kështu që, dhe nëse ka nevoj, tani për shembull që shikoj që ka nevoj, do shtojmë pak nga lëngu i makaronave brenda, që edhe të lidhen më mirë. Nuk edhim
Pra kaq sa ato të dalin, si thuash, të buta, por jo me shumë lëngje. Si tavë. Po. Dhe në fund fare pastaj me majdanoz, nëse keni dhe pak djath, kaçkavall ose djath të bardhë, sigurisht që i shkon edhe bëj shumë të mira. Tani, ajo që duhet ullet temperaturat, bëjnë një temperaturë mesatare, që të bëjnë avash-avash, të ngelen me lëngjet e veta, do me thënë të zjen, të përthithin, do me thënë lëngjet, të hynë në brëndësi të makaronave, dhe të bëjnë të shishme edhe makarona edhe komplet si gjellë. Qime dhe këtë s'na duhet. Mirë, do të rikthehemi tani qofteve me domate, kemi bërë së bashku përbërësit që lexuam edhe në recet, pra kemi domate, kemi djath të bardhë, nenexhik, majdanoz, Faleminderit çfarë kemi tani. shtuar tjetër aty? Qep të njoma, Qep të njoma, qep të thatë, kripiperën, rigon. Rigon, po. Hedhim dhe vezët, djathin e tham, E tham. vajin e tham. Jo. Më prandaj kemi receta që kur t'i shohim, aty e sigur që nuk na shpëton gjë. Tani që hodhëm vezët, sigurisht do i trazojmë, por na duhet edhe pak Po, tani do ta shohim se si do jemi me mielin fix, pra sa miell do të na nevojitet, derisa të na trashet brumi, të bëhet një brum pak, do me thonë si ai i kekut. Se ka kek që bëhet brumi më i plot, e ka kek që bëhet më i lëngshëm. Okej. Atëherë do bëjmë diçka. Duke qenë se kemi rreth 2 minuta kohë, do të mbarojmë brumin dhe skuqjen do ta bëjmë në pjesën e dytë. Aq më mirë, që t'i lëmë edhe pak po të paktën, aq sa pak do t'jetë, që këto të lidhin, do me thënë, të lidhe me njëra tjetërn si shije, edhe të na bëjnë akoma edhe më të mira. Veza është lidhse tani, po përveç se lidhse, është se ka dhe vlera ushqimore. Kemi thjesht domate, po kemi domaten, djathin, vezën, erëzat, që nuk kemi ne këtu brënda. Okej. Mirë, atëherë të dyja prej gatimeve tona duan kohën e vetë, si makaronat që të marrin atë zjerrin e tyre të plot bashkë me mishin, ashtu edhe ky brumi qofteve me domate do duhet të pushoj pak, do të nxjerrim edhe tiganin, vajin dhe gjithë këto gjërat e tjera që do të na duhen për ta vazhduar këtë recet. Të tëra do t'i vijojmë në pjesën e dytë kur të rikthehemi përsëri në transmetim. Tani është momenti të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Në kuzhinë vazhdojmë, ju presim aty ku do të mbarojmë edhe gatimet. Nëse ende s'keni menduar çfarë do bëni sot për drek, ne kemi dy alternativa për ju, të dyja të shpejta dhe të stinës së verës. Makarona me copëza mishi shumë të shijshme, me domate të freskëta, me erza etj, që përgatiten shumë kollaj dhe qofte, por jo ato të thjeshtat, qofte me domate. Me domate quhen sepse këtu ka shumë se sa domate. Patjetër, nuk kemi vetëm domate, kemi vezë, kemi miell, kemi djath, kemi erza, majdanoz, nenexhik, kopër, rigon, që kemi hedhur vaj, kemi hedhur brënda, pra pak nga të gjitha. Edhe na është bërë një brum që e kemi gati tani për t'i skuqur dhe për t'i bërë qofte. Po, do t'a lëm pak vajin të ngrohet se e kishim sobën e fikur. Do bëjnë lug-lug, do t'i hedhim aty, edhe do na bëjnë shumë të mira dhe shumë të shijshme. Këto sigurisht që shoqërojnë shumë mirë me një salckosi. Salckosi, ti vësh një salckosi mënjan, bëhen shumë të mira. Tani, ndërkohë, neve në fillim fare thamë që do ju bëjmë visave nëse do të kemi kohë, edhe një situash një mbëlsirë të lehtë, një mus, mund ta themi një krem, që do ta bëjmë me pana kuzhine, pasticcerie, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, edhe do të kemi edhe një qumësht panda. Pra 200 gram, do me thënë, ose mililitër, si mund ta themi pana, edhe këtë një kuti, edhe 150, do me thënë që i bie rreth 2 limona, lëngun e 2 limonave. 150 ml? Po. Okej. Unë do filloj fillimisht të pregatis këtë panë, se duhet jetë e ftohtë në momentin që fillojmë për ta bërë. Me thënë, thjesht që të marri, do me thënë të filloj si një marengë e hollë, jo shumë, do me thënë, e plot, se do të shtohet më mbrapa edhe qumshi kondensuar pana, do shtojmë edhe lëngun e limonit, gjë që do i bashkoj edhe do i bëja të trajtën e musit ose të kremit.
Ndërkohë, të do të shtojmë edhe qumshin. madje si ka masa tamam, kështu që do t'i shtoj gjysmën e sasisë, se edhe ena është e vogël. Pra është ky qumshi, pandaj e njohin Avisa. Qumshi i kondensuar. Ky jep ëmbëlsi, jep edhe shije. Këtu kemi lëngun e limonit. Edhim edhe lëngun e limonit. Limoni ka veti që, si thua, shempiks e lidh. Aciditeti i limonit i bën një lidhje. Tani fillojmë edhe e punojmë. Shikoni që me njëherë, filloj që të ndryshoj, do me thënë, të bëhet si një krem, ose si një lloj marenge. Dhe kështu si që është, e servirim në gota. E vendosim në frigorifer, e servirim në gota dhe kemi një mus limoni të freskët. Ajo që ngelet duhet t'i shtoj pak cip limoni dhe do t'i shtoj sepse kam dhe limon, madje kam dhe limona jeshil që japin një shije delikate akoma dhe më të mirë. Janë shumë të preferuara për lëngjet, për pijet, për koktejle. A i s'mori... Zhurmën po e bën, po, mendoj se është okej. Ka filluar? Ka filluar ato. Mirë ta lëm diku këto tani. Të kërcitjes së vajt, kështu që mendoj se shumë shpejt nuk vendoset kështu. do të jemi gati për të nisur skuqjen e qofteve me domate. Do të shërbejmë për pak edhe tavën. Makaronat me mish, po tham që mund t'i përfundojmë edhe në furrë nëse duam, të njëjtin proces gatimi, thjesht i mbarojmë në tigan ose në furrë. Për të shoqëruar në qoftet. momentin që do bëhen ato, t'i shplek dhe t'i edhe pak cip limoni. Okej. Këtë musin ose e përdorim, do me thënë, e vendosim në një qese pasqerie edhe e kalojmë duke e zbukuruar në pjatë, ose kështu si që është, ta heqim to se s'do na duhet më. Sa kohë duhet të qëndroj në frigorifer? Shiko, mirë është të qëndroj 1-2 ora njëra, sepse sa më shumë që të qëndroj në frigorifer, aq më e shishme bëhet. Edhe në pikset më shumë. Bëhet dhe më i freskët patjetër. Për pikse nuk ka nevojë ajo se është piksu, po problemi është që të qëndroj për të marrë të lidhet, marrë shije. Okej. Se do i hedhim dhe pak lartë pastaj. Okej. Dhe se është mjaftueshëm. Ta trazojmë edhe një herë. Kemi një luksus si për të limonat? Ska që që do i nëse. piron. Jo, luk më duhet, po. E shikon se si u lidh kjo tani? Dhe thamë që në momentin që hedhim dhe këtë cipën, por se keni ide se sa i shishëm bëhet. Me 3 gjëra, keni bërë një ëmbëlsirë të freskët, të shpejt dhe shumë të shishme. Që se vëndëson edhe ato akulloren që tani konsumojmë në verë. Ashtu. Okej. Tani, a i filloj të ngrohet? Apo të servire edhe këta unë edhe pastaj të... Unë mendoj që duhet filloj me i qoftet, të të nxehet shumë vaj, pastaj edhe... Makaronat na janë bërë gati. Them se është momenti të filloj me skuqjen. Vetëm të filloj me ato dhe pastaj janë ila të servirim. Të largojmë pak lullet ndoshta, që të dukemi më qartë ande nga krau tjetër. I shtëpive. është ngrohur? Po. Tak. Terim dhe një aty në anë edhe. E pastaj me kujdes,
Do t'i kthejmë, do t'i lëmë do me thënë të piqen nga njëra, edhe do t'i kthejmë. Unë pastroj pak duart, shërbej makaronat, shërbej edhe Para se të shërbej makaronat, le t'i hedhim një sy recetave. Mendoj që është leximi i fundit që do të bëjmë në këtë pjesë të dytë, kështu që të gjithë ju që nuk keni pasur mundësi të shikoni në ekran përbërësit që do t'ju duhen dhe recetat përkatëse, tani është momenti. Makarona me mish të grirë, na duhen 500 gram mish të grirë ose në kubik të vegjël. Ne kemi bërë këtë variant, pra kemi ndarë mishin në kubik të vegjël. Na duhet një qep, një thelpi hudhër, një lugë salcë, një lugë piperi kuj speci, 2-3 domate pure, 1-2 karota, një lugë mikserzash, 500 gram makarona, vaj, gjalp, krip, piper, 1 litër lëng mishi, majdanoz për servirje. E ndërkohë do të lexojmë edhe recetën tjetër që janë pikërisht qoftet me domate, ato që jemi duke skuqur tani dhe shumë shpejt do t'i kemi gati. Na duhet 1 kilogram domate, 1 qep e thatë, 2-3 qep të njoma, 1 vezë, 200 gram djath, 5-6 lugë miell, majdanoz, nenexhik, borzilok dhe rigon, krip, piper dhe vaj për skuqe. Dhe sikur që shumë shpejt do të kemi një mesore tryeze shumë të shijshme, shoqërues sepse jo edhe të makaronave do shkonin mirë së bashku mendoj Kati dhe në fund pastaj për të freskuar e për të shijuar një mus të thjesht me pana, qumësht të kondensuar edhe lëng limoni, gjithashtu dhe cipa një limoni apo laja në këto momente, kemi laja mimraj, kemi në ngjyrë jeshile, ndonjë fetës kështu për zbukurim, pastaj ju doni t'i shtoni ndonjë frut të thatë apo ndonjë gjë tjetër apo ndonjë frut të freskët sipas dëshirës, kjo mbetet në shijen tuaj. Por tani në verë duhet jemi sa më thjesht në gjithçka që konsumojmë, që të mos e rëndojmë organizmin, por thjesht ta freskojmë e ta hidratojmë atë. Mendoj se qoftet e para janë bërë gati për t'i kthyer në apo më duken mua nga ngjyra kuqe e domates, to sikur janë bërë. Po, jo, duan kthyer Anila. E pra? Shiko, një lugë edhe një pirun. Se s'mundesh, ma jep. Se ashtu s'munden. Ashtu. Mirë, të marrin në një ngjyrë, do me thënë më ngjyrari, sepse ndikon edhe domatja. Por, ashtu, do i lëmë të bëhen edhe nga ana tjetër. Do t'i kthejmë, do t'i vendosim në letër kuzhine dhe pastaj do t'i servirim. Tani unë le të servir edhe, ja kështu bëhet kjo, bëhet shumë e mirë. Të hedhim dhe një tjetër Anila, edhe me lugë akullore. Apo vajti vonë? Jo, kemi ne, duhet kemi, besoj në 6-7 minuta ko. E bëjmë edhe një tjetër dhe pastaj shërbejmë makaronat. Ja se si akullore u bë. Po nga luga jote më erdhi dhe mua fala akullore. Si akullore bëhet. Shkësa mi që bëhet. Akullore për 1 minutë. Po. Me thënë të drejtën. Edhe me 3 përbërës. Edhe me 3 3 tamam, se lëngu limonit... Lëngu limonit nuk... Mirë. Duhet të ruhet në frigorifer, e themi gjithmonë. Ti vëm një qik mente kësaj. Mendova edhe unë kur po i hidhje limonin ti, se shkojnë shumë aromat me njëra tjetrën në fakt. Edhe e bën shumë bukur. Mente mund t'i hedhim edhe brënda nëse duam. Nëse duam t'a shtojmë freskim. Po, mund t'i hedhim dhe brënda. Duhet i heqem, po. Heqem të parat dhe pastaj e shtojmë pjesën tjetër, ndërkohë që ti kujdesesh për të shërbyer dhe makaronat, që në fakt vjen shumë të shishme. I kthejmë, do me thënë, i shikojmë nga e para që kemi kthyer, kështu do me thënë, si kemi nisur që kemi hedhur, ashtu dhe fillojmë edhe i nxjerrim. Duhet të dini që bëjnë shumë të shishme. Pastaj, kur do i provoni në shtëpia tuaja, do thoni që nuk do ngopeni me këto lloj. Po ti mos na bëj kështu lloj gatim me shkati që mos ngopemi. Se kështu i bie të ham shumë. Jo, më nuk kanë shumë këto, dëgjoj, edhe po të hash nuk të shëndoshin. Me perime. Janë me kështu gatime verore këto. Këto janë lug-lug. Lug-lug, pa. Mos keni merak se ato kur i hedh brenda marrin formën vet. Po, fillojnë me njerë skuqen dhe nuk është problem. nuk rrshkasin, nuk shpërbëhen.
Një anila, një unë. Ashtu, vetëm për vete kemi bërë sot. Jo, kemi këtu edhe tjetër, por... Po nuk do ju jampim. Hajde, se s'kemi shumë kohë që se dua që ti kemi këtu në tryezë të gjitha të mbaruara. Do të nxjerrim edhe këtu. Për të bërë edhe një përmbledhje pastaj. E të marrë këtë garushden që kanë të makaronave. Të duhet kjo? Po, atje do t'i apo do afrosh të nxerën? Si do? Ta afroj pjatën? Sa të mira që përnde këto me anila. Do të ftojmë tani ti konsumosh kështu si që janë. Me thënë, as me shumë lëngje dhe as me pak lëngje. Hajtë sa duhen. Edhe makaronat të zjera al dente, do me thënë al dente. Që nuk janë të qullta, kjo duhet të them. Unë e mbusha që të kërë. E mbusha shumë. E mbusha që të kërë. E mirë. Se hajen ato, hajen. Po sigurisht që hajen, për ndër dhe i mbusha. Dalin e të bukura. Shku sa të bukura dalin anila në gjyra. Pa, ma më pëlqe kanë këto shumë. Kaloj prapo, Ani. Ti hedhim do një gjethe si thua. Idhi. Në energjik do i shtosh? Se, në energjik u shkon, ku do? Mendova, nuk do janë Majdanoz. Me një goje, tha moj Ani. Po e di pse se në energjiku vërtet shkon, po ama ka një gjë. Mbi zotëron pastaj mbi çdo aromë tjetër që ka pjata. Është e vërtet. Që është e vërtet. Problemi është që unë e mbusha shumë. Pastaj ja e kemi në energjikun këtu të domatet plot, të qoftet me domate. Hajde ta heqim në energjikun. Këto në ndodhin kur kemi pak kohë të merrim me zbukurime, se në shumë raste nuk kemi kohë të vendosim as një gjethe pjatës sipër. Sot kemi kohë të vendojmë në energjikun apo Majdanoz? Ashtu, Ani pa mere me Majdanoz, do na fishket se... Ati edhe një pyetje kam unë, këto qoftet, ku do t'i shërbejmë nes, apo do t'i lëmë këtu? Një minut kohë kemi. E po shpejt, a gjemi edhe një pjatë për të shërbyer qoftet të cilat thamë do t'i shoqërojmë me një salcë kosi. Shikoj, i vendosim edhe këtu. I vendosim aty, e po hajt, i vendosim të salcë kosin këtu, edhe i vendosim i këtu mu aty se ja i marun dhe i vendosim. Këtë do të sara dhe i vendosim kështu. I bëjmë si paradë. Ashtu. Tani këtë mbaj andeqët. Për të vendosur të tjera. Ka gjë, i heqim i vendosim më vonë. Po, më vonë. Ne mbaruam dhe pjatën e kemi goxha bukur për ta parë, kështu që një shikim të fundit të gjitha pjatave. Kjo? Ashtu. Kemi makaronat edhe musin. Uroj të shikoni, po besoj se po. Jo. Më mirë tani. Okej, të lumshin duart, Katerin. Faleminderit të dashur. Kënaqësi që ndajmë të emision bashkë. Nësja ima. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshi. Mos i zitoni të pregatisni familje tuaja, edhe makaronat mënyrën se si i pregatitëm, edhe këto qoftet që bëjnë kaq të mira, kaq të shishme që do thonin që nuk do doni që të shmangeni nga ajo, të hani sa më shumë, se bëjnë shumë të mira vërtet, por ama edhe ky musi që e pat, sa shpejt, nuk përse ju a them unë, me 3 përbërës, është gati që ta shijoni dhe të më kujtoni dhe të thoni që wow, sa e mirë që është. Pas ka patur të drejtë, Katerina, ashtu si që themi në çdo ditë teksa shijojmë pjatat që mbarojmë këtu në studio. Faleminderit Kati, ditë mbarë në vazhdim. Takohemi përsëri në gatim së bashku me recetë të reja, tani është momenti i një hapësire publicitare.